Ndihma jonë është pjesë e bashkëpunimit ushtarak të rritur mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor dhe siguria e këtij rajoni ka rëndësi të madhe për Bashkimin Evropian, theksoi përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas pas vizitës në organizatën e përhershme të forcës mjekësore të dedikuar për Ballkanin në kazermën Linden. North Macedonia is a trusted partner. You are fully aligned with the EU's common foreign and security policy, and you are contributing to important EU missions, operations, including EUFOR Althea in Bosnia-Herzegovina. On our side, we support the army of North Macedonia with close to 40 million euro. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski falenderoi për ndihmën dhe theksoi se siguria në rajon është thelbësore për sigurinë e Europës. Како земја која се гледа во големото европско семејство и земја членка на НАТО, соработката во одбраната е приоритет, затоа што безбедноста на регионот и на континентот се поврзани. Очекувам со истата ефикасност и посветеност да продолжиме да ги зацврстуваме нашите одбранбени односи и нашата соработка. Shefi i shtabit të përgjithshëm Sasho Lavçiski në nder të përfaqësueses së lartë të BE-s Kaja Kallas i dorëzoi një pllakë dhe mirënjohje për ndihmën dhe bashkëpunimin.